Festivali Kombëtar i Shkencës mbylli si parin duke nxjerrë fitues nxënësit e shkollës së mesme Zhani Ciko në Patos me një projekt të fokusuar te rëndësia e bletëve dhe ndërthurja e teknologjisë me natyrën. Projekti u vlerësua për qasjen inovative dhe mesazhin e tij mbi qëndrueshmërinë dhe mbrojtjen e mjedisit. Kryeministri Edi Rama u ftua të dorëzojë çmimin e vendit të parë. E fiton shkolla Zhani Ciko. Dhe Patosi është një qytet i vogël, por ky çmim i parë tregon atë çka kjo kohë e teknologjisë ka sjell për të gjithë, pavarësisht pozicionit tyre gjeografik, pavarësisht nëse jetojnë në një shtet të madh apo të vogël, pavarësisht nëse jetojnë në një qendër apo në një periferi, mjafton dia, mjafton fuqia e ëndrrës dhe mjafton vullneti së bashku me një smartphone apo një kompjuter për të sunduar fatin edhe për të ndryshuar botën. Finalja e festivalit u zhvillua në Pallatin e Kongreseve me pjesëmarrjen e 300 gjimnazeve në mbar Shqipërinë. 6.000 nxënës kanë marrë pjesë dhe kanë vrarë mendjen duke përkthyer dijet e tyre që keni marrë në shkencë në projekte të bukura bashkë me mësuesët, edhe ajo që më ka pëlqyer është që gara s'ishte vetëm mes nxënësve, kam parë një garë të jashtëzakonshme mes mësuesve të matematikës, të fizikës, të informatikës, të biologjisë, të shkencave. Sinqerisht duhet t'ju themi faleminderit nxënësve që na injektuan këtë energjinë dhe adrenalinën e garës, sepse kemi të gjithë nevojë për të. Më ka pëlqyer që gara s'ishte vetëm me shkollave, vetëm me nxënësve, kam parë garë mes kryetarëve të bashkive. Unë ju falenderoj që nuk më keni hyrë mik për asnjë prej projekteve, por ju kam parë dhe ju kam ndjekur që keni qenë pranë nxënësve të bashkive tuaja edhe në prezantime dhe në gara dhe në mbështetje. Kjo nismë e mbështetur nga Ministria e Arsimit e shndroi shkollën në një hapësirë që nxit krijimtarinë dhe inovacionin, duke inkurajuar të rinjtë të zbatojnë njohuritë në praktik dhe në mënyrë të pavarur, si dhe të forcojë bashkëpunimin mes arsimit parauniversitar, universiteteve dhe sektorit privat.